Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka bërë një thirrje të veçantë për investitorët nga e gjithë bota që të kthejnë sy dhe të investojnë pikërisht në Shqipëri. Nga samiti ekonomik ndërkombëtar, presidenti i Francës Emmanuel Macron ka inkurajuar investitorët nga e gjithë bota që të investojnë në Shqipëri, duke cilësuar vendin tonë si të qëndrueshëm, të besueshëm si dhe si pikë kyçe në mesdhe. Është jashtëzakonisht mirë që t'ju kesh në Europë. Di që vini nga anë të ndryshme të botës. Ky është një vend i stabil dhe i besueshëm dhe në këtë botë mos i nënvlerësoni fuqitë e cilësive të tilla. Dhe jam shumë i lumtur që jeni këtu për te shakave që bëj me kryeministrin Edi Rama, sepse këtu në Shqipëri qartësisht keni në fakt pikën hyrëse në këtë rajon Ballkan Perëndimor, po edhe më gjerë, dhe është një pikë kyçe në mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë. Dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjell rezultate. Dhe në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jenë pjesë e BE-s. Ndërsa në fjalën e tij kryeministri Rama gjithashtu kishte një apel për investitorët dhe kërkoi më shumë besim për kthyer në investime. Jemi sot këtu që të përpiqemi të përcjellim mesazhin që ky vend do më shumë. Dhe që ky vend ka nevojë për më shumë njerëz që të na besojnë. Dhe e mira e Shqipërisë është që siç e shihni, ne jemi miq të mirë me shumë njerëz. Ne duam që miqtë e të ftuarit të thonë që ne jemi partner strategjik të BE-s, të SBA-s, por jemi edhe mjaft të bekuar të themi që ne kemi partneritete të ngushta me Emiratet Bashkuara Arabe, me Arabinë Saudite, me vendet e gjirit dhe me qëra fjala, e kemi ndjekur me admirim atë çfarë po ndodh në këto vende, vizionin, shtysën, ambicien e madhërisë së tij, Mohammed bin Salman, e presidentit e Emiratet Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed e kështu me radhë. Pra, po përpiqemi që të mësojmë nga realitete të ndryshme, nga pjesë të ndryshme të jetës dhe të bëjmë maksimumin që të nxjerrim më të mirën prej tyre. 2 liderët vënë theksin tek nevoja që ka Evropa për të ndryshuar dhe për të përqafuar një epokë të re. Ndërtimi një tregu të vetëm evropian dhe ulja e burokracive u cilësuan si prioritete kyçe me qëllim nxitjen e investimeve. Samiti Europian i biznesit ka bërë bashkë emra të njohur të sipërmarrjes globale. Pjesë e këtij takimi ka qenë edhe emri më i njohur i biznesit shqiptar, presidenti i Balfin Group Samir Mane. Biznesmen dhe politikan nga Evropa dhe bota kanë ngritur shqetësimet me të cilat përballen sipërmarrjet për të investuar në këtë kontinent. Në samitin ekonomik ndërkombëtar të mbajtur në Tiranë, me temë ardhja e investimeve në Evropë, biznesmeni Samir Mane u ndal tek problematika që ka kryesisht sektori i ndërtimit, ndërsa vuri theksin tek potencialet që ka Shqipëria për investitorët, sidomos në turizëm. Sa i takon sektorit të ndërtimit, na merr 3 muaj për të marrë një leje ndërtimi në Amerikë, 2 vjet në Bashkimin Evropian dhe 3-4 muaj në Shqipëri. Ka diçka që duhet të bëhet më shpejt për të ndryshuar këtë situatë në Evropë. Shqipëria ka më shumë mundësi për të investuar në turizëm, sistemi bankar, energjinë e rinovueshme. Shqipëria po rritet shumë shpejt. Ne shohim turizmin si mundësi për të investuar dhe po investojmë në këtë fushë. Ndërsa pjesëmarrësit e tjerë në forum vendosën theksin tek fakti se Evropa duhet të minimizojë burokracitë dhe të ndjek trendin e ndryshimeve që po ndodhin në botë. Administrata Donald Trump ka ndryshuar shumë gjëra. Tarifat nuk janë një gjë e mirë, por mund të kalohen me tarifa bilaterale. Evropa mund të përfitojë pasi është një kontinent perfekt dhe me demografi të madhe, por rrezikon të bjerë në burokraci. Evropa është një lojtare fort në fushë, por duhet të zgjohet dhe të mendojë për të ardhmen. Europa ka disa rregulla të çuditshme dhe duhet të ndryshojë. Ne duam që Evropa të përparojë. Më thon mua Muhamet, ke shtet pa demokraci, por në fakt kemi zhvillim, kapital të zhvilluar dhe të edukuar. Kemi turizëm, ekonomi, siguri dhe transparencë. Ka diçka, Amerika është e zënë me zgjedhjet gjithkohën, ndërsa Evropa vetëm rikonstruksion dhe rikonstruksion. Bota po ndryshon dhe ne duhet të kapim ndryshimet. Pjesëmarrësit në forum analizuan gjithashtu edhe rëndësinë e investimit në edukim dhe përqafimin e teknologjisë. Diskutimet e forumit u përqendruan në fusha
si fragmentimi dhe gjeoekonomia, siguria dhe pavarësia energjetike, inteligjenca artificiale dhe robotika, kujdesi shëndetësor, industria e prodhimit, tregtia, turizmi dhe inovacioni në sipërmarrje. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri i vendit Edi Rama në një konferencë të përbashkët për median kanë folur edhe për një fazë në drejtimin e re të marrëdhënies mes dy vendeve. Me syt nga mbrojtja si një tregues për forcimin dhe bashkëpunimin e sektorit ushtarak në Shqipëri, ky ishte lajmi kryesor që u dha nga konferenca për media nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron. Kemi ecur sipas angazhimit, duke rritur buxhetin dhe kapur 2% që ka qenë objektivi i përbashkët i aleancës dhe që në kryet herës është dukur si diçka e pamundur, duke pas parasysh pikërisht ato që thatë ju që ne nuk kemi një buxhet të madh dhe nga ana tjetër kemi shumë nevoja për të përmbushur, por gjithsesi ne e kemi përmbushur detyrimin ton ndaj kontratës përbashkët të aleancës. E dyta, ky është një moment i veçantë që ka sjell në tryezë nevojën për të investuar më shumë dhe nga ana tjetër ne duam ta shfrytëzojmë si moment për të rilindur industrinë tonë ushtarake. Ndërkohë, presidenti i Francës Emmanuel Macron theksoi se vendet evropiane duhet të investojnë nga buxheti i shtetit 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto, pasi është një shtyllë shumë e rëndësishme për sigurinë e Europës. Franca, mendoj sot, ka ushtrinë më efikase të Europës. Kemi një ushtri komplete, tek e cila kemi riinvestuar që prej 2017 me 2 ligje të programimit ushtarak, që kanë dyfishuar buxhetin e ushtrive tona. Kemi kapacitetin e zhbindjes bërthamore, kemi autonomi strategjike në këto segmente, kemi një përvojë operacionale të paparë në teatret e operacioneve në lindjen e mesme. Pra duhet që ne europianët të investojmë më shumë për të formuar, për të rekrutuar, për të pajisur më shumë dhe gjithashtu për të ndërtuar një bazë industriale dhe teknologjike europiane që përforcon autonominë tonë. Po ju a them shumë qartë, horizonti 3.5% të PIB-it është një horizont i mirë për vitet e ardhshme, por nuk do bëhet brenda 6 muajsh. Gjatë muajve të fundit janë firmosur disa marrëveshje për forcimin e sigurisë ndërkombëtare me Shqipërinë, kur rasti i fundit ishte ai mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës. Jashtë fokusit e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Francës nuk ka qenë as turizmi. Ilustrimi i kësaj është memorandumi i zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm në Korçë, dokument që u nënshkrua pikërisht në Tiranë. Kryeministri Edi Rama së bashku me presidentin e Republikës Franceze Emmanuel Macron nënshkruan memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për krijimin e një projekti gjithëpërfshirës për turizmin e qëndrueshëm në rajonin e Korçës. Ky projekt do të përfshijë hapjen e një shkolle inovative në Korçë. Gjatë fjalës së këtij, kryeministri Rama theksoi se kjo do të pasohet nga një sër projektesh të tjera mes dy vendeve. Po ashtu, ne kemi sot në Shqipëri shumë aktive agjencinë franceze të zhvillimit, e cila është agjencia që hyri faktikisht në Shqipëri me nxitjen e presidentit për të ndihmuar Shqipërinë në procesin e rindërtimit pas tërmetit dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme në Durrës me ujësjellsin e Durrësit, por ndërkohë është këtu për të vazhduar të mbështesë projekte të tjera që prekin energjinë e rinovueshme dhe turizmin e qëndrueshëm. Ne duam ta fuqizojmë marrëdhënien edhe në drejtim të administrimit të ujrave, ku Franca është kampione e inovacionit, kampione e eksperiencës
Ndërkohë, presidenti francez Emmanuel Macron tregoi se disa projekte mes dy vendeve po marrin formën e duhur në një sër sektorësh, duke renditur ato gjatë fjalës së tij. Vjeshtën e 2024 filluam dhe po merr formë. Në të vërtetë, ne kemi vendosur së bashku në atë moment për një politikë inovacioni dhe bashkëpunimi të shtrënguar. Jam shumë i lumtur që pash promocionin e parë të shkollës 42. Marrëveshjen për Green Eye shqiptare e mbështetur nga Franca, që është një nga akset e rëndësishëm të këtij partneriteti. Dhe ajo që ishte vendosur në vjeshtën e 2023-shit u bë fakt. Shkolla 42 është një realitet, promocionet e para kanë filluar dhe ne mundohemi të transformojmë gjërat krahasues. Në të njëjtën mënyrë, ne kemi vendosur për liceun francez të Korçës, gjithçka ishte vendosur është bërë. Në vijim të fjalës së tij, presidenti francez tregoi se Shqipëria ka bërë shumë hapa përpara drejt integrimit të Bashkimit Evropian dhe janë ndërmarrë shumë reforma që po ndihmojnë vendin drejt rrugës europiane. Sipas shifrave nga Franca, në vitin 2024, shkëmbimjet tregtare arritën shumë pranë nivelit të lartë historik në 19.2 miliard lekë ose 9% më shumë krahasuar me vitin 2023. Vizita zyrtare e presidentit francez Emmanuel Macron në Tiranë vjen në një moment simbolik, por edhe me domethënie ekonomike, ndërkohë që fokusi politik qëndron tek integrimi evropian i Shqipërisë dhe stabiliteti në rajon. Një vështrim mbi marrëdhëniet ekonomike tregon një potencial ende të pashfrytzuar mes dy vendeve, sipas të dhënave të Scanintel. Franca ka qenë një partnere tregtare e pranishme, por jo dominuese për Shqipërinë ndër vite. Shifrat e shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve janë karakterizuar nga disa luhatje, duke reflektuar ndjeshmërinë ndaj zhvillimeve rajonale dhe globale. Në vitin 2013 u shënua kulmi deri tani me përkatësisht 20 miliard lekë shkëmbime tregtare. Më pas dinamika ra ndjeshëm për të rikuperuar gradualisht nga viti 2018 në vijim. Megjithatë, partneriteti ekonomik duket se është thellëuar ndjeshëm në vitin që lan pas. Në vitin 2024 shkëmbimet tregtare arritën shumë pranë nivelit historik në 19.2 miliard lekë, me një rritje me rreth 9% krahasuar me vitin 2023, por ende në nivelet e dekadës së kaluar. Ndërkohë, nga ana tjetër, sipas të thonave të Bankës së Shqipërisë, investimet direkte franceze në Shqipëri gjatë vitit 2024 vlerësohen në rreth 66 milion euro, duke përbërë rreth 4% të totalit të investimeve të huaj direkte në vend. Kjo e rëndit Francën në vendin e 7 mes investitorëve të huaj pas vendeve si Holanda dhe Italia. Investimet franceze janë përqendruar kryesisht në sektor si energjia, shërbimet financiare, logjistika dhe teknologjia. Pas takimit midis kryeministit Edi Rama dhe presidentit francez Emmanuel Macron, në praninë e tyre u shkëmbyen marrëveshjet e bashkëpunimit në fushën e energjisë dhe turizmit. Mes pritshmërive politike dhe simbolikës historike, marrëdhëniet ekonomike Shqipëri-Francë ka nevojë për një injeksion të ri konkret dhe të qëndrueshëm për të kaluar nga retorika në realitet, gjë e cila me marrëveshjet e reja duket se do të rritet. Shqipëria dhe Moldavia kanë nënshkruar një memorandum që synon bashkëpunimin për procesin e integrimit evropian. Bashkëpunimi do të përfshijë fusha kyçe si stabilizim, asociimi, por edhe negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani ka pritur sot në Tiranë zëvendëskryeministren për integrimin evropian të Moldavisë, Kristina Gerasimov, ku të dyja palët nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për të thelluar bashkëpunimin në fushën e integrimit evropian. Dokumenti nënshkruar synon forcimin e marrëdhënieve dypalëshe përmes shkëmbimit të njohurive dhe praktikave më të mira në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian. Bashkëpunimi do të përfshijë fusha kyçe si stabilizimi, asociimi dhe negociatat e antarësimit, si dhe forcimin e kapaciteteve institucionale dhe administrative për përmbushjen e detyrimeve të antarësimit. Në kuadër të këtij memorandumi, Shqipëria dhe Moldavia do të organizojnë takime të përbashkëta, seminare dhe konferenca do të promovojnë agjendën e gjelbër, si dhe do të mbështesin transformimin digjital me fokus në siguri kibernetike dhe iniciativat e ekonomisë digjitale. Ministri Hasani vlerësoi se Shqipëria po kalon momentin më të mirë në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian dhe theksoi rëndësinë e shkëmbimit të përvojës me vende që ndajnë të njëjtin objektiv strategjik. Palët rënë dakord për intensifikimin e përpjekjeve në drejtim të një bashkëpunimi më të ngushtë ndërinstitucional, duke konsideruar këtë marrëveshje si një hap të rëndësishëm në mbështetje të reformave dhe aspiratave evropiane të të dyja vendeve. Kompanitë postare kanë arktuar rreth 2.7 miliard lekë të ardhura për gjatë vitit 2024, sipas dhënave më të fundit të publikuara nga AKEP, të ardhurat u rritën me 9% krahasuar me vitin 2023.
Tregu postar ka vijuar të zjerote edhe gjatë vitit 2024. Sektori postar është sektori rëndësishëm i ekonomisë shqiptare dhe përbën nga sektorit me numrin më të madh të punonjësve në vend, me rreth 3297 të punësuar. Të punësuarit kanë pasur rritje me 4.3% në krahasim me vitin e kaluar. Numri total i objekteve postare të pranuara gjatë vitit 2024 nga Posta Shqiptare dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve postare ishte rreth 25.4 milion, me një rritje me 10% krahasuar me vitin 2023. Bazuar në raportimet e kryera nga ofruesit e shërbimeve postare që kanë ushtruar aktivitet për gjatë vitit 2024, rezulton se këta sipërmarrës kanë gjeneruar rreth 2.7 miliard lekë të ardhura nga këto shërbime, e cila përbën një rritje me rreth 9% krahasuar me periudhën pararendëse. Posta Shqiptare ka shënuar rritje me 2% krahasuar me vitin 2023 dhe vazhdon të jetë sipërmarrësi me pjesën më të madhe të ardhurave në fushën e ofrimit të shërbimeve postare. Duhet theksuar se Posta Shqiptare është përcaktuar me vendim të Këshillit Drejtues të AKEP edhe si ofrues i shërbimit universal postar, shërbim nga i cili gjeneron edhe pjesën më të madhe të ardhurave të saj. Për gjatë vitit 2024, sipërmarrësit e ofrimeve postare kanë investuar rreth 300 milion lekë në përmirësimin e infrastrukturës së ofrimit të shërbimeve postare, e cila përbën një rritje me rreth 6% krahasuar me vitin 2023. Pjesa më e madhe e investimeve është kryer nga sipërmarrësit Posta Shqiptare me rreth 46%. Për sa i përket standardeve të cilësisë në lidhje me kohën e shpërndarjes së objekteve postare të shërbimit universal, gjatë vitit 2024 objektet postare janë shpërndarë më shpejt, sipas raportit vjetor të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, AKEP. 97% e objekteve postare në zonat urbane janë shpërndarë në një ditë pas pranimit, krahasuar me objektivat 95% dhe 85% për dorëzimin brenda qytetit dhe midis qyteteve respektivisht. Për objektet postare me destinacion zonat rurale, pra fshatra, 85% e objekteve postare janë dorëzuar në 2 ditë pas pranimit, krahasuar me detyrimin 60% sipas rregullores së shërbimit universal të AKEP. Vit pas viti, konsumatorët që vetë prodhojnë energjinë elektrike kanë qenë gjithmonë në rritje, ndërkohë që sipas dhënave zyrtare, konsumatorët kanë instaluar dhe në fund vitit 2024 një kapacitet prodhues prej 217.000 megawatorësh. Numri konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka pësuar rritje progresive në 5 vitet e fundit, për të arritur në 2415 klient deri në fund të vitit 2024. Sipas së dhënave zyrtare për periudhën 2020-2024, autokonsumatorët kanë shënuar rritje të ndjeshme, sidomos në 3 vitet e fundit. Më konkretisht, në vitin 2020 regjistroheshin vetëm 59 klient që e prodhonin vetë energjinë për nevojat e tyre, ndërsa në vitin 2021 u shtuan edhe 115 të tjerë. Ndërkohë rritja ishte e lartë në vitin 2022 me 625 klient apo 443% më shumë se viti paraardhës. Në vitin 2023 u shtuan edhe 729 vetë prodhues të tjerë, ndërsa numri më i lartë u regjistrua në vitin 2024, kur u miratuan aplikimet e 887 klientëve. Me këto impiante të miratuar dhe të lidhur me rrjetin elektrik, kapaciteti total i instaluar nga vetë prodhuesit ka arritur në 216.823 megawatt-pik. Ndërkaq të ndarë sipas llojit të klientit, privatët kryesojnë me 1645 konsumatorë, ndërsa pas tyre vijnë familjarët me 705 konsumatorë. Pa ashtu të dhënat tregojnë se janë 51 institucione shtetërore, si bashki, ministri apo institucione arsimore, që kanë instaluar panele diellore për gjenerimin e energjisë, si dhe 15 konsumatorë jo buxhetor, ku përfshihen ujësjellsa, poliklinika apo qendra shëndetësore. Sipas entit rregullator të energjisë, këto të dhëna reflektojnë një diversifikim të kategorive të konsumatorëve që po investojnë në energjinë e rinovueshme, duke mbështetur angazhimin e vendit për të rritur prodhimin e energjisë nga burimet e rinovueshme dhe për të mbështetur krijimin e një mjedisi të pastër energjetik. Shifra pozitive janë nga tregu i punës në Shqipëri, ndërsa të rinjt janë trajnuar për tregun e të ardhmes, por cilat janë inspektimet e kryera për gjatë gjithë vitit 2024, ju ftoj që ndjekim kronikën. Gjatë vitit 2024, programi i tregu i punës dhe inspektimit në punë kanë shënuar rezultate të konsiderueshme në drejtim të përmirësimit të shërbimeve të punësimit,
dhe standardeve të sigurisë në vendin e punës. Programi Tregu i punës me një fond prej 2.45 miliard lekësh sipas planit të rishikuar, ka shënuar një realizim prej 96% të buxhetit të tij. Gjatë këtij viti janë ndërmjetësuar dhe punësuar 27.497 punëkërkues të papunë, duke të i kaluar ndjeshëm planin fillestar. Një tjetër komponent i rëndësishëm ka qenë mbështetja me pagesë papunësie për 3.194 persona, ndërsa 9.143 individ janë trajnuar në qendrat publike të formimit profesional. Ndikim të veçantë ka dhënë edhe programi Garancia Rinore, nga i cili kanë përfituar 488 rinj, duke ju ofruar mundësi punësimi, arsimimi dhe formimi profesional. Po ashtu përmes programeve të nxitjes së punësimit janë punësuar 2226 punëkërkues, shumë më tepër se numri parashikuar në planin fillestar. Vëmendje e veçantë është kushtuar dhe zhvillimit të aftësive teknologjike, ku 844 persona ndjekin aktualisht kurse në fushën e kodimit, si Java, Cyber Security e të tjerë, duke u përgatitur për tregun bashkëkohor të punës. Ndërkohë, programi Inspektimi në punë ka realizuar 12.124 inspektime në të gjithë vendin, me një buxhet të realizuar prej 228 milion lekësh. Objektivi i këtij programi ka qenë përmirësimi i kushteve të punës dhe promovimi i një kulture parandaluese për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës. Po ashtu janë realizuar edhe investime kapitale për fshirë blerjen e automjeteve për Inspektoratin e Punës, me një realizim prej 81%. Rezultatet e vitit të kaluar tregojnë një angazhim të shtuar për të përmirësuar tregun e punës dhe për të rritur sigurinë e punëtorëve në Shqipëri në përputhje me standardet europiane. Banka Qendrore Europiane po punon për krimin e euros digjitale, duke shpresur arritjen e një marrëveshje në fillim të vitit që vjen, ndërkohë që ky projekt synon që të mundsoj pagesa direkte dhe të sigurta për qytetarët e Europës. Banka Qendrore Europiane shpreson të ketë të gjitha vendimet politike në fuqi deri në fillim të vitit të ardhshëm për krijimin e euros digjitale. Më pas do të duhen 2 deri në 3 vite për të lançuar monedhën, tha një antar i bordit të BQE-s. Banka ka punuar për një version digjital të monedhës europiane për vite me radhë, por progresi ka qenë më i ngadalë se sa pritej, kryesisht sepse legjislacioni ende nuk e lejon bankën të vijojë me procedurat. Trazirat financiare pas zgjedhjes së Donald Trump si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë shtuar ndjenjën e urgjencës, pasi Europa mbështetet në firmat e mëdha amerikane për shumicën e pagesave digjitale dhe kjo paraqet një dobësi të mundshme financiare. Shpresoj të kemi gjithçka gati deri në fillim të vitit të ardhshëm. Ne kemi nevojë për legjislacionin e duhur dhe nga kjo 2 deri në 3 vite do të jenë të mjaftueshëm për të lançuar euron digjitale, tha Mburime brenda Bankës Qendrore. Ndryshe nga pagesa me karta si Visa apo Mastercard, konsumatorët që paguajnë me para digjitale do të kenë lidhje të drejtë me Bankën Qendrore, ndërsa fondet e tyre do të jenë të sigurta dhe të ngjashme në funksion me parat cash. Kjo do t'u lejojë klientëve të bëjnë pagesa të drejtë si në formatet online ashtu edhe fizikisht. Banka tha se një pengesë kryesore është arritja e një marrëveshje politike nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por kjo mund të realizohet para verës. Puna e Parlamentit Evropian mund të zgjasë disi më shumë, shtuan Mburimet. Kur u pyetën nëse Trump mund ta përshpejtonte procesin, zyrtarët e Bankës Qendrore franceze thanë se kjo ka shtuar vendosmërinë e BQE-s për të vazhduar me projektin. Sipas raportit publikuar së fundmi, një në 10 të rritur në Mbretërinë e Bashkuar nuk mund të kursejnë as pak para, ndërkohë që gjithashtu edhe 13 milion persona kanë një qëndrueshmëri të ulët financiare. Miliona njerëz po ecin në një rrugë të tendosur financiare me një në 10 të rritur në Mbretërinë e Bashkuar që nuk kursen as pak para, sipas një raporti të fundit. Kjo i lë qytetarët shumë të ekspozuar ndaj goditjeve ekonomike dhe të prekshëm ndaj rritjes së faturave, sipas anketës së Autoritetit të Sjelljes Financiare. Për më tepër, nivelet e ankthit dhe stresit ishin relativisht të larta, veçanërisht midis atyre të ngarkuar nga borxhet. Por regulatori tha se situata nuk ishte përkeqësuar që kur filloi kriza e kostos së jetesës dhe ndihma falas ishte në dispozicion për ata që përballeshin me probleme. Anketa mbi jetën financiare është një pikë referimi për gjendjen e financave të vendit, me gati 18.000 persona të pyetur për mënyrën se si i trajtojnë parat. Të dhënat sugjerojnë se 13 milion persona apo 1/4 e popullsisë adulte në Mbretërinë e Bashkuar kanë qëndrueshmëri të ulët financiare. Kjo do të thotë se ata kanë borxhe që janë të vështira për të menaxhuar, kursime të ulta dhe kanë lënë disa fatura pa i paguar. Kjo mbeti e pandryshuar në krahasim me anketën e mëparshme të publikuar në vitin 2022. Pavarësisht presionit të shkaktuar nga inflacioni dhe rritja e faturave thelbësore mbi
financat personale. Rreth 10% e të anketuarve nuk kishin kursyer as pak para, ndërsa 21% kishin më pak se 1.000 pound kursime. Një total prej 2.8 milion njerëzish kanë borxhe të vazhdueshme të kartave të kreditit. Gati 12 milion njerëz ndihen të mbi ngarkuar ose të stresuar për shkak të çështjeve financiare, përfshirë 40% të rriturve me kredi që thonë se vuajnë nga ankthi. Rreth 3.8 milion pensionistë janë të shqetësuar se nuk kanë para të mjaftueshme për të mbyllur muajin. Raporti gjithashtu sugjeron se përdorimi i teknikës "bli tani paguaj më vonë" është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Rreth 40% e prindërve të vetëm dhe 35% e grave të moshës midis 25 dhe 34 vjeç përdorin këto produkte kredie. Në përgjithësi gati gjysma të rriturve kanë borxhe të paguara të pasigurta ku paratë e marra nuk mbështeten nga asete. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina kanë rënë dakord për një armë pushim nëntëdjetor tarifor, duke përkohësisht detyrimet mbi importet përgjatë bisedimeve që u mbajtën në Zvicër. Media Global Times, që mbështetet nga shteti kinez, tha se armë pushimin 90 ditori tarifave midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës gjatë bisedimeve tregtare në Zvicër është shumë i shkurtër, ndërsa të dërguarit nga dy ekonomitë më të mëdha të botës u rigrupuan në Kore. Gjatë samitit të Gjenevës, Shtetet e Bashkuara rënë dakord të ulnin tarifat shtesë që vendosen mbi importet kineze muajin e kaluar në 30% nga 145% për 3 muajt e ardhshëm, ndërsa Kina u zotua të reduktonte detyrimet në 10% nga 125%. Dritarja për bashkëpunim të dobishëm reciprok duhet të shtrihet shumë përtej një periudhe të thjesht 90 ditore, tha Global Times, që është në pronësi të gazetës së Partisë Komuniste Kineze në pushtet, People's Daily, dhe shpesh ka qenë e para që ka raportuar hapat e ardhshëm të Kinës në mosmarrëveshje tregtare gjatë viteve të fundit. Pekini gjithashtu pranoi të pezullojë ose të heqë kundër masat jo tarifore që ka vendosur kundër Shteteve të Bashkuara që nga 2 prilli. Megjithëse Kina deri më tani ka pezulluar vetëm vendimin për të shtuar rreth 50 firma amerikane në lista kufizuese për tregtinë dhe investimet. Përveç lehtësimit të kufizimeve, Kina pranoi të heqë kundër masat e eksportit të lëshuara pas 2 prillit, duke rritur perspektivat për largimin e pengesave për mineralet e ralla. Analistët thonë se Pekini nuk ka gjasa të nxitojë me përmbushjen e të gjitha premtimeve. Ministria e Tregtisë e Kinës nuk i përgjigj konkretisht pyetjeve se cilat barriera jo tarifore do të hiqte, në vend që të pezullonte përkohësisht. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka njoftuar se furnizimi global me naftë do të përjetojë një rritje të ndjeshme sa e takon këtij viti, gjithashtu vërtetësitë ekonomike do të ngadalsojnë kërkesën ndërkombëtare. Furnizimi botëror me naftë do të rritet më shpejt se sa pritej këtë vit, ndërsa Arabia Saudite dhe anëtarët e tjerë të OPEC+ heqin dorë nga shkurtimet e prodhimit, deklaroi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Sipas agjencisë, furnizimi global pritet të rritet me 1.6 milion fuqi në ditë këtë vit, 380.000 fuqi në ditë më shumë se parashikimi më parshëm. OPEC+ po shton më shumë naftë pa përpunuar në treg pasi grupi vendosi të heqë stresin e fundit të shkurtimeve të prodhimit në maj dhe qershor më shpejt se sa ishte planifikuar. Furnizimi shtesë së bashku me shqetësimin për tarifat e presidentit Trump ndihmuan në uljen e çmimeve të naftës në nivelin më të ulët 4 vjeçar në fillim të këtij muaji, edhe pse Agjencia e Energjisë realizoi një rritje të vogël për 20.000 fuqish në ditë në krahasim me parashikimin e saj këtë vit, duke e çuar totalin në 740.000 fuqi në ditë. Ritmi i rritjes do të ngadalsohet në pjesën tjetër të vitit. Shenjat e një ngadalsimi në rritjen globale të kërkesës për naftë mund të jenë duke u shfaqur tashmë, njoftoi agjencia, duke shtuar se vështirësitë ekonomike të kombinuara me shqitet rekord të automjeteve elektrike po e ulin kërkesën. Arabia Saudite është i vetmi vend që ka hapësirë për të shtuar fuqi në treg, bazuar në nivelet aktuale të prodhimit, pasi grupi OPEC+ ra dakord për një rritje të 2 mujore të prodhimit për qershorin në takimin e tij të fundit. Kërkesa totale për naftë do të jetë mesatarisht 103.9 milion fuqi në ditë këtë vit, agjencia, një rishikim në rritje krahasuar me muajin e kaluar. Vitin tjetër agjencia sheh një rritje të kërkesës mesatarisht për 760.000 fuqish në ditë, me rritjen e furnizimit me 970.000 fuqi në ditë, duke nënkuptuar gjithashtu një të pric. Gjithashtu raporti rishikoi për poshtë parashikimin e rritjes së naftës argjelore amerikane me 40.000 fuqi në ditë në vitin 2025. Disa ditë më parë, Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC uli parashikimin e saj për rritjen e furnizimit me naftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe prodhues të tjerë jashtë grupit më të gjerë OPEC+ për vitin 2025. Çmimet më të ulta të naftës po ndikojnë gjithashtu në Rusi, pasi të ardhurat mujore nga nafta ra në nivelin më të ulët që nga qershori 2023 në 13.2 miliard dollar gjatë muajit prill. Në fund të këtij edicioni kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, banka, sigurime, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn.
Tu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.